Unë besoj që në ditën e vjen të gjithë do të angazhohen dhe të kontribuojnë për të dalë nga kjo situatë dhe Kosova të lutojnë institucionet e veta. Jo vrej ose marruat jo thonë. Shpresoj që gjërat do ndryshojnë ditën e vjen. Vërtet është pak një, si me thani, dojë nervash. Po gjithmonë kushtimi i institucioneve ka rrugën e vetë vështirësitë e veta. Unë besoj që në ditën e vjen të gjithë do të angazhohen dhe të kontribuojnë për të dalë nga kjo situatë dhe Kosova të lutojnë institucionet e veta. Një gjë do ta kemi të qartë. Më rëndësishme se çdo gjë tjetër, Kosova nuk e ka luksin me mbet pa institucione. Shpresoj që do të gjinin, po institucionet bëhen përmes rrugëve të njëjora, ashtu siç bën bota qytetare. Jo vrej ose marruat jo thonë. Kush të thirrë, thonë që të takohemi ne. Në thirrjen, për tema nacionale gjithmonë të jemi.